Do e përkrahani në qoftë se ky ligj I plotson të gjitha kushtet? Asesi, nuk duhet përkrahet ky ligj, se ky ligj nuk parashek kur gjë. Po e keni parë ju ligjin për përfaqësim të drejtë? Po, unë personalisht kam patur detyrë partijake që ta lexoj, ta analizoj, t'jap komente bashkë me kolegë tjerë brenda partisime. Ky ligj. Shkurt ju lutem. Jo, shkurt. Para vendimit gjykatës kushtetuese a kemi patur kuota etnike gjatë punësimeve? Po. Sot ky ligj a mundson kuota etnike? Jo, s'ka. Domethënë sot, pas vendimit gjykatës kushtetuese, nuk ka kuota etnike. Po të miratohet ky ligj, që unë uroj të mos miratohet, s'do të ketë prap kuota etnike. Thjesht është çështja. A ka mekanizëm I cili ndjek përfaqësimin e drejtë adekuat? Ne kishim balancuesin, e ndjekte përfaqësimin e drejtë adekuat. A ka ky ligj mekanizëm që e ndjek përfaqësimin e drejtë dhe adekuat? Nuk ka. A ka ky ligj dispozita sanksionuese që thot ai që nuk e respekton përfaqësimin e drejtë dhe sanksionohet? Po, thonë se do jenë nga qeveria. Po, jo nga qeveria, ligji duhet ketë. Unë po flas për mekanizma sanksionues ligjor. Po, në qoftë se institucionet nuk do Gjumadije, e kam lexuar ligjin dhe analizuar mirë. Nuk ka asnjë dispozitë sanksionuese. Po të miratohet ky ligj, që unë uroj që kur mos të miratohet, se ky ligj është I zonjës Tanja Karakemisheva, nuk është I dikujt tjetër. Po, mirë po ka pasur edhe ekspertë. Jo, po njëri prej ekspertëve shqiptar heqi dorë, 2 ekspertë shqiptar. Po, jo, 2, zotëri Shasivari ende është, mirë po zotëri Maksim Mirësim Maksuti, profesori I Fakultetit Juridik të Universitetit Tetovës, u tërhoq doli publikisht se pse s'bën ky ligj. Me argumente profesionale para mbar opinionit, para mendo, antari I grupit punues. Antari I grupit punues, unë supozoj, kur ti je antari I grupit punues, ti duhesh të merresh pjesë aktive e thelbësore në hartimin, draftimin e një propozimi. Tu ka ardhur Tanja Karakemisheva. Ky është ligji, ky ligj duhet votohet, do e çojmë komision të Venecias dhe çka është ky ligj? Bosh, zero. Tabula rasa, s'ka zgjë, s'ka kuota etnike, s'ka mekanizëm që e përcjell përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, s'ka dispozita sanksionuese. Çfarë përfaqësimi drejtë dhe adekuat në këtë rast kemi? Nëse nuk u tha nga qeveria që në qoftë se ligji nuk I plotson kushtet, atëherë do të ketë nevojë edhe për intervenime e kështu me radhë. Po s'ka, si plotson, asgjë s'plotson, zero është.